Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mori pjesë në konferencën e 7 kombëtare për të drejtën e informimit, ku të pranishëm ishin edhe autoritete publike, partnerë evropian, shoqëria civile dhe organizata të medias. Në konferencë u diskutuan çështje që lidhen me median, lirinë e shprehjes dhe standardet demokratike në vend. Rama deklaroi se qeveria do të përjashtojë nga ligji për shpifjen gazetarët. Sipas tij, ky është një hap drejt fjalës së lirë. Pavarësisht progresit bërë, as nuk diskutohet që po të shikojmë më lartë, jemi poshtë. Dhe natyrisht që po të shikojmë sa poshtë ishim, jemi shumë më lartë. Mirë po kjo e dyta është një burim motivimi për ne që duhet të ngrem vendin më lartë. Nuk është një argument për ju të gotës gjysmëbosh që e doni vendin më lartë sot edhe jo nesër, edhe me drejtë, sepse nuk është detyra juaj ta ngrini gurin, detyra juaj është që të thoni ku duhet shkoj guri. Kemi theksuar së bashku edhe me ministren këtu në krah për të gjithë anëtarët e kabinetit domosdoshmërinë që të ketë një fokus më të madh në këtë aspekt, sepse është në të mirën e të gjithëve, është dhe në të mirën e institucioneve, është edhe në të mirën e publikut, është edhe në të mirën e vendit. Dhe për këtë arsye ne kemi shtyrë përpara edhe projektin e Transparent Albania, që është një projekt shumë ambicios për të pasur në një territor të vetëm virtual të gjithë informacionin. Ne kemi marrë dhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit më të tejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes.